me Limën, po flitë tash edhe vetë zoti Lima ka në opinion, ma ka thonë mënyrë me fjalë, kështu që ma ka premtu postën e krye parlamentarit, tash po ma je. Tash po lip me shkremaj. Po fiks, se ka po zoti Lima sa ka hin lojë edhe tash edhe Lima është jurist me profesion me sa e dion edhe vend që kur ka shku me bisedu qoftë në kafe apo në zyre, du me thonë, apo më thu po, hajde me bojnë një marrëveshje një 10 minuta aty, edhe si do që tjetë tash, i ka ra pishmën zoti Lima që ka shku në ato bisedime. Si ka ra. Jo, tash, si ka ra. që ka jo postet, tash i ka ra, se po si ka ra, se unë po të si ka ra. Alo ka shpresë që bëhet. Ale, popove, tash ato që informata që përrejdhe në Afërdit. Po dhe unë po flasë bost informata. Afërdit, cilat janë informata dhe tua? Para se me ta informatën, po ti përgjigjë mund për ato që ja bënë pyetja një jetonit, është ligji për qeveri, neni gjarë që specifikon se qeveria në detyrë nuk ka drejt të bëj emrime në pozita publike, që ato që i ka bodjen, disa emrime në pozita publike që janë kryesisht njerëz servel të çdo lloj pushteti, tash e kanë gjetë edhe këtë pushtet. Do më thonë është... Jo, unë e citova vetëm ligjën sa ajo qatë pytje e bëjke. Sa i përket... Ajo, që ata persona, gjdo qeveri tjetër që të vjen, ajo asë nuk funksionon që ajo. Se jo në emrue, kundërshtim me ligjën. Po dhe e thash, unë tash e citova dhe ligjën. Po, ato binë automatikisht, e di ata persona... Edhe në rasin konkret e ka shkej ligjën. Ajo në servila jeton. Kur binë... Fikse, unë se kësha leju vetën, me thonë shko që aty, që kur e di që është një sen, se edhe ata nëse marrën veprime, edhe ata ka më thinë përgjithësi, se edhe ata bojnë veprime jo ligjore. Pikë është. Se unë nisë... Ty në jo pëlqenë që aja një thujnë nga përveria. Afërdit, pse me ndonë që zoti Limaj nuk është pëndu që u taku me... Jo, absolutisht nuk është pëndu. Unë po flasë bas informata, nuk po flasë asë në bas... Okej, cilat që në informata të Lima e tha vetë. E tua. Edhe ka thonë vetë, edhe aj ende. Po po që e ka ma shtu, ashtë së s'pëjap, atë posët krypanë... A shetona, po në aleme folë. A ditë e tha në... Që është tash po e ndëgjojmë informatën Afërditës. Po dhe nga jo që unë i di, Lima e absolutisht asë nuk i ka rapi shman, për kundrazi, ende është tu punu që me konë krye parlamentar. A ka gjasa? Në fakt, norë. Gjasa tash varet, a ka gjasa është disha tjetër, po nëse flasëm nga pozicioni i Limaj, bile Limaj, sa dione, sepse problemi është të besimi që ka vetëvendosja të Limaj. Më thunë së si beson. Limaj ka shku deri aty që është zotu që nëse bëhet krye parlamentarë dhe Kurti nuk arrin me bëhet qeverina i me thonë të reqe, mësë me majtë pozitjen e krye parlamentarë. Deri këtu ka shku, dhe me thonë nuk është Limaj në asnjë moment që është tërheq mësë me qenë pjesë e pozitjes e krye parlamentarit. Por nuk unë edhe realisht unë se këmë kuptu, në ashtë ajo në ajo akri kuptu atë idenë e ti që me pas parlament, po ju në qeveri. Parlament, por ju në qeveri, pak nuk ka do, asaj nuk e ka sharu shumë për opinionin publik. Po, veç edhe dje u kanë shumë disponem, zoti Limaj. Ja është edhe vokeri është sajde. Limaj dje në intervjisje, po para gazetarëve, pak para se me ju në kuvend, a i ke i qartë, dje, ke? Po, dje, edhe ishte shumë disponem. Shumë i qartë ke, edhe i qartë ke në deklaratën e ti. A i, në fakt, sa kemi diskutu, kemi folë gojarisht, jemi marrë vesh gojarisht, po tha, duhet me shkrim. Tha, këto gjana bëhen me shkrim. Do të mi shku, dhe më thonë nuk ka hekduar Limaj. Jo, absolutisht, në asë një moment. Limaj është të punu në këtë drejtim, plus asaj që shpo shijet. Jo, së është i mashtrum, se s'kan bo marveshje me shkrim. Jo, ala s'kan bo marveshje. Edhe a i tha nuk e konsideroj vetën që jo marveshje. Jo, s'kan bo marveshje me shkrim. Plus asaj Limaj është të lujtë rolin, sigurisht, diskutime ka rolin e një farloj ndërmjetësusi mes VV-s e LDK-s. VV-s e LDK-s. Po të nëton me pru dhe LDK-n. Mrena, du më thonë, koalicionit, me bo një koalicion pak ma gjonë, për me pas një jetë ma gjatë, po. Okej. Edhe është kalli unë në këtë rrallë, edhe i konvenar, sot e Limaj me pas. Në momentin që kanë për parlamentari konvenon. Edhe së është për me fajsu në këtë rast, ku të këshu shëdin. A i ka 3 deputet, e ka shansin e fundit me marrë pak pushtet. Se jo. Tash nuk e mentor, edhe qaq bardh nuk mujna me bo këtë farë puna. Mirë dhe po. Bardh nuk mujna me bo. Sepse Limaj, a i politikisht të disha tjetër, po Limaj ka qenë jashtëzakonisht kriter ndaj qeverisë. Dhe nëse ti ke marrë votat për me hjek qëtë parti prej pushtetit, atër ti u dasht me qenë qatë pozicion. U dasht me bo... Se me do parti këtë mashtrus. A? Mashtrus. Po që
S'ka parti, aty ka një mashtrus. Dhe në ndërkohë ju dasht me punu Po më që me ditë parti se ka tjera. njështë me zbut gjua. Kujt jetoj thonë mashtrus? Albinit i thas. Albinit i tha? Më faj se kisha komunikim me regjia. Aty ka disa milionerë dhe një mashtrus. Ja, dhe kem të folë për Aty vetëm ka Lima një i bab. ka fiksu Albin Kurti. Jo, një problem. a di pse do, më falë, me ndërë, se kem të folë për Fatmirin, e unë e kesh ka dëgjej me shumë vëmendje. Problemi të Fatmiri është shumë bukur ja shpjegoj Najt Hasani, tha nuk më të votu për kryetar kuvendi se e ke shojt shumë Albin Kurtin. Nuk provuat shtete o e djem kur ditë këtë televizor. Adhe ne ato kopollat e tina për një me, unë e kuptoj pjesën politike. Ta sa e kuptoj, po jo kur kalohen limitet. Sepse nuk mënesh me bashkëpunu me një njeri kur ti për 4 vjetë qeverisja thua është e keqja vene, që e ka bo vene, që e ka bo, që e ka bo, që e ka bo, edhe në një moment, kur te e shë vetën si plej me i herë, thu, okej, hajtë që unë e përreshtuna me që to. Kjo është edhe pa sinqert edhe pa drejt në raport me popullin. Rësitimi se 4 vjetë ka qenë O jeton, Albin Kurti ka thonë që shtu edhe LDK-s, po që ta është hera 3 që të e lutë LDK-n. Ata shpendrojnë a faqe, na kem të Jo, jena, je përru me 2 standardet. Jo, unë e kesh... E diskutojnë adhe LDK-n që ka i ka thonë. Unë e kesh Albin të Kurti folë... LDK-s të Unë e kesh të folë për një ushtarë ose komandant të ushtrisë qëllimtare, unë e kesh të folë për një mashtrus. Që mashtrusin, unë të kalëzaj fakte për një ushtarë të ushtrisë qëllimtare, që ka dhonë kontribut edhe ka sakrifikuar jetën e tij, familjes ti, për një me ka njerë nuk pinë gjë. Po, me gjitha të, kjo është politika. Po në fund ditës, se cili ka për ta marrë faturën vetë, sepse gjasat edhe probabiliteti që vendi me shku prapë në zgjedhje janë reale. Edhe pramet e gjumë zotin Abdi Gjiku. Po mujna në asë një mënyrë më bo punë me shku në zgjedhje, se shto probleme. Gjendet një solucion për të shku në zgjedhje, edhe zotin Abdi Gjiku, dika e lidhke që do të shkojmë në zgjedhje, të kalohet një periudhë të ullet këtë tension të cilën zotnio në fjallë Ditëziu e ka polarizu shoshnin dhe në qatë mas, të kalon pa këtë polarizim shoshnore dhe të kthejhëm në normalitet. Ku kemi mëri na kemi mëri nga Ditëziu që vitë shoqnin me këty në normalitet. Mon nuk flitet për progres, mon nuk flitet për antarësime të reja, për antarësim të ri, mu bo pjesë e bashkimit Europian ose organizata ndryshme ose në këshillit e Evropës. Larkë ta jonë këto për momentin. Qka jena na, në qëfar faze jena? Në fazën në cilën gjindet Kosova është skenën politike dhe skenën në përgjësi shoshnore që e ka polarizu qatë shumë Ditëziu me këthy normalitet. Në qofë se na këthejmë normalitet, është një e arritur. Kjo është ideja. E normaliteti që Mesazhi po shumë i shjetë qartë shumë e lartë, thanor, ambasadori francez e tha, jo vetë për izolioni, tha vetën, tha nësë për izolioni, faktikisht që ajo ke komban shumë e mirë që hajde themeloni sa ma shmet një institucionë e blisë të Kosovës. Ajo faktikisht, unë po që ditëm edhe për Abdi Gjikut, hajde këtatë PDK-s si kaftue. Unë po që ditëm për izdut Abdi Gjiku pëse nuk kënë qeveri, se faktikisht, aj po mënën që ka më rritë, aj nëse shkojnë në zgjedhë dhe shtetë mirë hipotetike. Qysh mund me jo jeton me një të pabesë, po tja, a vedin që pa vletë. Hajde ti me mu që të ma e pëshmundësin për më të rallëtu apet. Po ku shkon mëre? Thirë një mashtrus, thët, hajde thët se unë i kam do punë me ty, i kena me zhvillu të biznese. Po nuk vi me ty se ti e ke mashtru kej dy janë. Nuk është edhe me të mashtru qashtë. Qysh ka ndryshe jetën? Hajde kalëzena qysh ka ndryshe? Veç pak. Aj po dënë, unë ishë që kom po... Aj qka po dënë s'po ka kush, po qysh ndryshe? Jo, Abdi Gjiku po me ndënë që me shku në zgjedhë në rritët, aj me shku në zgjedhë bjenë. Abdi Gjiku? Si ke pas zgjedhët e jetën? Uno? Si ke pas zgjedhët, halo? Prejtë shpak, është mas zgjedhët që se ndodhë. Se më ndonë që bjenë Abdi Gjiku nëse shku në qedje? Në ndirë se... Se ka thonë njoni. Ka thonë njoni. Prejtë të shuajmë argumentin dhe mendimin se bjenë Abdi Gjiku nëse shkoj në zgjedhje. A ma mirë... A të pak në shpendimi, a ma mirë në për shemë mos të shku në zgjedhje... Mendimi jam pse mundet me ra, për shkak se Kurti është të sulmu vazhdimisht. Edhe në këtë fushatën ka me koncentru në sulm ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, të elektorati sajtu ju thonë që kësë dashtëmi është i njuve në qeveri, se në sët ishe ju në qeveri, sët kishëm institucion. Po, dakar, e sulman, dalin zgjedhje, renditja është 1, 2, 3 o LDK-ja, hajde, tash më ke sulmu para
një viti, po musulman, prap e ki solucionin e vetme të vetëm e ki Partinë Demokratike. Hinë koalicion. A jemi në rregull? Po, ai s'pëndan me ime. E po, tash ti me... Pa që tash a pedagog vërtet si rrit nëse bëhet me pedagog rritet zgjidh e ki qeverinë afat gjatë E po, 4 e po, mas zgjedhje, mas zgjedhje. Ajo është. Se këta dy e jenë të e bu një emision veç vetë, po mduket, ne jena të e bu një emision veç vetë. Unë i groj me temen, ju me t'jujen. Ma mirë mu fermu qeveria, a mi po që ta njerës të në rrugë, edhe të shku shtete shumë aposht dhe njerëzit gjdo ditë të parfënue. E që po thu mu formu me LDK në me këta? Jo, VV LDK. me LDK. Pove që LDK-ja në këtë Edhe vit, nisma pa tjetër. e që atër LDK-ja në zedhë dhe ashme s'ka që delë. E që atër LDK dhe të qëtë kariken me një peshkir paradere.